Më pak se 2 javë kanë mbetur deri në afatin kushtetues për zgjedhjen e presidentit, por partitë politike ende nuk kanë ndonjë lëvizje në këtë drejtim. Ndonse kryeministri Albin Kurti paralajmëroi se konsultimet për president do të nisnin qysh ditë më parë. Partitë politike thonë se ende nuk kanë pranuar ftesë nga partia në pushtet. Nga Partia Demokratike kanë deklaruar se të domosdoshme e kanë një marrëveshje politike. Deri në këto çaste nuk kam ndonjë informacion që ka ardhur ndonjë ftesë. Mirë po qëndrimi i Partisë Demokratike të Kosovës është i qartë që duhet të ketë një marrëveshje politike, por ne nuk mund të flasim për propozimet të cilat ende nuk janë publike nga lëvizja vetëvendosje e cila e ka fituar shumicën në parlament dhe parti tjera politike. Kur të vinë ato propozime, unë besoj që do të ketë edhe një vendim të PDK-s. Për momentin askush nuk e ka propozuar zonën osmane, kështu që nuk mund të themi asgjë përderisa nuk është propozuar nga asnjë parti politike. Deputet të LDK-s, ndërkaq, kanë thënë se kjo është çështje që vendos leadershipi partijak. Po nuk ka diçka. Sigurisht i takon kryetarit të partisë të vlerësoj, domethënë se ka ftesa për dakordim ose diçka tjetër, ose hapje temës së zgjedhjes së presidentit tash. Sipas Institutit të Kosovës për Drejtësi, mungesa e dakordimit mund të çojë edhe në nevojën për interpretim nga gjykata kushtetuese. Verifikimi i partive politike këtu është i pashmangshëm nëse dojmë edhe dëshirojmë që të kemi një president të ri. Mirë po është edhe çështja tjetër që në Kushtetutën e Republikës së Kosovës nuk parashihet ndonjë pasojë se çka nëse nuk zgjedhet presidenti i Republikës brenda afatit të përcaktuar me kushtetutë, pra brenda afatit të 30 ditë para skadimit të afatit të presidentit aktual, kështu që kjo përbën edhe një temë në vete që ndoshta do duhet prapë një intervenim i gjykatës kushtetuese në lidhje me këtë çështje. Televizioni ka pyetur edhe deputet televizjes vetëvendosje nëse ka ndonjë plan për takim me partitë politike, por deputetja Arbresh Kreziu Hyseni tha se aktualisht ka çështje më me rëndësi që duhen përfunduar, siç është buxheti i shtetit.